Një deklarat ka qenë ftuar në një mision në Kosovë, në mos gaboj, edhe ka thënë që një vajzë e formuar nuk mund të dalë kurrësi me një djalë kamarier. Nuk mund të martohet, ndjes. Qëndron akoma me këtë? Patjetër që qëndroj, pavarësisht se shumica e të gjithë gocat e din këtë, janë koshjente për këtë dhe unë jam më se sigurt për këtë gjë. Thjesht jemi shqiptar, del një video aty, papunësia bën vetën, do hym do komentojmë në krevat se s'kemi çfarë bëjmë. Unë nuk dua të flas tani në emër të gjithë gocave apo gjithë moshatarëve të mia, por jam shumë e sigurt që gjitha moshatarët e mia, edhe gocat në përgjithësi të grup moshave të ndryshme, mendojnë të njëjtën gjë. Pra që nuk do... Unë kam theksuar aty dhe theksoj gjithmonë, përsëri, që jetës nuk i dihet, edhe që nuk ka asnjë gjë të keqe të jesh kamarier, unë nuk e kam pas me kamarierin si figurë ose me kamarierin si profesion. E kam pas me rrogën që kanë kamarierët.